Qarkullonte me automjeti armatosur me armë zjarri automatik dhe posedonte në banesë armë gjau paleje, kapet dhe vjet në pranga 30 vjeçari. Sekuestrohet një armë gjau automatik, një armë gjau teke, municion dhe një automjet. Në vijim të punës për sigurimin e informacioneve dhe goditjen e rasteve të armbajtjes palej, shërbimet e Komisariatit të Policisë Maliq, bazuar në informacionet e siguruara se një shtetas qarkullonte i armatosur, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Sovjani. Si rezultat i operacionit në fshatin Sovjan Maliq, shërbimet e policisë konstatuan në një rrugë mes parcelave bujqësore një automjet në të cilën dyshohej se udhëtonte shtetas i armatosur dhe e ndaluan për kontroll. Gjatë kontrollit në automjet, shërbimet e policisë gjetën një armë zjarri tip automatik. Gjithashtu, gjatë kontrollit në banesën e tij u gjet një armë gjahu teke dhe një sasi e vogël municioni luftarak. Sendet e jashtëligjshme së bashku me automjetin u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve procedurale u arrestua në flagrant shtetasi BB, 30 vjeç, banues në fshatin Sovjan Maliq për veprën penale, mbajtja palej dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit dhe prodhimi dhe mbajtja palej e armëve të gjuetisë dhe sportive.